Kalojmë tani tek receta tjetër, tek supa. Shohim pak përbërësit e supës tonë, kemi lule lakrën në bazë, kemi pataten gjithashtu, kemi qepën, të tjerat i lexojmë së bashku dhe ju patjetër edhe në kanalin tonë në YouTube në Reze Dielli do t'i rikthehemi këtyre recetave që dëshironi. Një jakni me lule lakër, me patate dhe me salcë domate. Një lule lakër, 2 patate, 1 qep, 2 thelpinj hudhra, salcë domate, domate e grirë, koncentrat domate, pra salcën, paprika, piper i zi, një gjethe dafin, krip dhe vaj ulliri. Në këto 5 minuta ne do ta përgatisim. Është një recet shumë e thjeshtë. Është punë tjetër vlimi, ja? Është punë tjetër vlimi. Bravo. Po, përgatitja e produkteve. Në yndyrë shtoj direkt qepën. Shtoj një mas kripe dhe nuk më duhet që mua të më bëhet qepa në fillim. Përse? Sepse kam masën e patates që do më shumë se qepa. Një përzije. Gjatë përzjerjes do të shtoj pra 2 lloj salcë, domate dhe ato pak më të koncentruar dhe paprikën. Specit shtoj edhe salcën e domates. Po. Opa. Shtoj specin e kuq. Pakës piper. Një mas kripe. Përzierje. Ja. Më merë mali për shtëpi, për fushë e për mal, nuk e kam haru shamin, që kur ta pa ta fal. Kushe ka kënduar nga qa vite është i paket? U sa du. Në ato vite që unë them, pas kam egzistuar edhe e vogël. Vetja shumë e... Të duket vetja e hershme, do më thënë, që në kujtes të këngëve të vjetra. Ate në mos gaboj, është kënduar diku tek, besoj se tek 83-shi. Po. Bashkim Alibali, e përshëndes edhe bashkimin. E ke kujtuar disa herë, ose duket të kanë... E kam dëgjuar shumë dje, po. Përse mos e ke dëgjuar kështu orët e fundit, edhe... dhe një këngë dhe ajo mbetet pastaj gjithë ditën mendje. Shije dhe poezi. Si mundesh do të gjithë? Ti kur shkon në dush, nuk këndon ti drejtën. Me thënë drejtën jo. Jo! Po je rasti veçantë. Je rasti veçantë. Unë i këndoj të gjitha me nanana, edhe kur nuk i di. Tek si refuz vetë, s'ka problem. Ti kundërshtimi nuk kam. Këtu, shtoj edhe lule lakrën. Të gjitha dafinën. Edhe illa të bëhen e do të zjenë. Prandaj tha shumë 5 minuta kemi kohë, a do të kemi mundësi ta realizojmë recetën dhe ja u realizua. Një jakni, një gjellë e salcë, edhe duke kënduar, patjetër me patate, me lule lakër, një mënyrë tjetër për të gatuar një recetë të tillë duke përfshirë këto 2 perime. Ujë sa të mbulohen. Të mbulohet. Sa të mbulohet, ja. Sa do të zjenë? 10 minuta maksimumi, besoj. Patjetër. Patatet janë të prerë në kubik të vegjël. Është patatja e re, në varësi gjithmonë të patates. Lule lakra, sa më të vogla atje boçët e lule lakrës zihen akoma edhe më shpejt. Pavarësisht është pak me ashpër. Qepa është njësoj me pataten, të gjitha këto, në fund fare në shtojmë bimë aromatike. Unë nuk do t'i shtoj tani. Bimë dhe shtojmë në fund, se e freskojmë pak. Të shtojnë një dy kështu, do më si për ritual. E neutralizojnë edhe aromën e fortë të salcave. Kështu që
ja tek i kemi të përfunduar, ndërkohë receta e shkruar do të jetë edhe me tekst, edhe me video në Reze Dielli. Mos harroni, na ndiqni aty për receta të tjera, për këshilla, për biseda dhe gjithçka që realizojmë në program çdo ditë nga ora 9 deri në orën 11. Dy recetat e tjera që vazhdojnë të piqen në furr, përsëri aty do të jenë me foto përkatëse dhe në rrjetet tona sociale. Na shkruani për çdo sugjerim tuaj në Reze Dielli, në Facebook, në Instagram, në YouTube. Po patjetër. Të lufshënduar. Recetën të bukur sot. Recetën edhe këngën mund t'i keni. Fala sot. Të lumshinduar. Fundjavë të bukur. Faleminderit. Edhe ti me familjen tënde, gëzosh dhe unë më ndorofshi që të gjithë. Faleminderit. Ne do të shihemi pas pak, pas fleshit informativ.